Në këtë edicion do të ndiqni. Osmani dekreton shpërbërjen e kuvendit. Politologu Koci thot se ishte veprim i ngutshëm nga ana e presidentes. Varoset pas 27 vitesh martiri Mjurteza Dylhasi. Veteranët e arsimit mbajnë aktivitet në vigjilje të ditës së mësuesit. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, në konferencën për media të mbajtur sot paradite, bëri të ditur se ka dekretuar shpërndarjen e kuvendit të Kosovës, legjislaturën e 10. Ajo tha se jam këtu para jush, sepse përfaqësuesit e popullit mbrëm vendosën që ta dërgojnë vendin në zgjedhje të reja. Ndërkohë politologu Melazim Koci thotë se veprimi i presidentes ishte i ngutshëm. Deputetët e legjislaturës së 10 mbrëm dështuan në zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Ndërkohë presidentja aktuale e Kosovës, Vjosa Osmani, paraditën e sotme ju drejtua qytetarëve të Republikës së Kosovës me një konferencë për media në të cilën bëri të ditur se ka dekretuar shpërndarjen e kuvendit. Jam këtu përpara jush sepse përfaqësuesit e popullit mbrëm vendosën që ta dërgojnë vendin në zgjedhje të reja. Kjo situatë ka qenë plotësisht e evitueshme. Është fatkeqësi e madhe për këtë shtet që ata nuk zgjodhen interesin e Republikës së Kosovës. Prandaj sot në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, kam nxjerrë dekretin për shpërndarje të kuvendit. Dhe nëpërmjet këtij dekreti po kryej detyrimin kushtetues i cili është i përcaktuar qartë. Ndërkohë politologu Melazim Koci në një lidhje virtuale për mediumin ton, veprimin e presidentes Osmani e ka quajtur si një veprim të ngutshëm. Presidentja është ngutur pak sepse për faktin që procedura për zgjedhjen e presidentit të mbrëm filloi, kushtetuta këtë situatë e ka të parashes që nga momenti i fillimit të nisjes së procedurës të mbeten 60 ditë për absolvimin e kësaj çështje. Presidentja do të kishte të drejtë nëse procedura mbrëm nuk do të kishte filluar. Në këtë rast ajo do të kishte drejtë dhe parlamenti do të konsiderojë i shpërndar. Kështu mendoj që në gjykata kushtetuese nuk do ta miratoj kërkesën e zonjës Osmani dhe se do t'i lënë në dispozicion parlamentit edhe 60 ditë për të gjetur zgjidhje, pra për të zgjedhur presidenten ose presidentin dhe pastaj shkohet në zgjedhje me automatizëm 45 ditë më së largu nga skadimi i afatit 60 ditor. Tutje profesori Koci dekretin e presidencës për shpërbërje të kuvendit, po e sheh më shumë si një ballafaqim me zotin Kurti se sa një ballafaqim juridik. Këtë veprim të zonjës presidente e pash më shumë si ballafaqim me zotin Kurti, me vetëvendosjen, dhe jo si veprim juridik. Ajo është juriste, më besoj që ajo e din këtë që thash, por tani kemi të bëjmë me një ballafaqim politik ndërmjet zonjës Osmani dhe zotit Kurti. Gjykata kushtetuese nuk besoi se do t'i japë të drejtë presidentes Osmani, pasi në kushtetut kjo çështje është prerë, shtoi profesori Koci. Në kushtetut kjo çështje është e zgjidhur në mënyrë të prerë, në mënyrë decisive, në mënyrë taksative thuhet që nëse procedura fillon për zgjedhjen e presidentit ose presidentes, ajo mund të ndalet, por janë 60 ditë në dispozicion dhe këtu nuk ka asgjë të paqartë në aspektin juridik. Gjykata kushtetuese vetëm mund ta konstatojë që procedura ka filluar, mbaron pas 60 ditë dhe atëherë shkohet me automatizëm në zgjedhje të jashtëzakonshme. E për këtë 60 ditë është të mundshëm, profesori Koci vlerëson se është një kohë e humbur. Këtë e përjashtoj krejtësisht sepse duhet kvorumi prej 80 votave, këtë opozita nuk është e gatshme as e interesuar ta bëj, prandaj mundësia që në këto 60 ditë të zgjedhet presidenti ose presidentja është e barabartë me 0, do të jetë kohë e humbur koti
do të jetë thjesht pritje, madje pa asnjë përpjekje, sepse thjesht nuk pres lëvizje nga asnjëra palë sa i përket kësaj çështje. Dhe mjerisht më duhet të them, Kosova ndoshta është duke shkuar drejt një krize jo vetëm politike, por edhe juridiko-kushtetuese. E them këtë sepse tani secili është duke interpretuar kushtetutën në terma politik, dhe kur kushtetuta interpretohet në këtë formë, pra kur bëhet interpretim politik i kushtetutës, ai nuk është interpretim i drejtë dhe ai mund ta çojë vendin në kaos kushtetues, juridik dhe institucional. Kujtojmë se numrat, afatet dhe mungesa konsensusit kanë kthyer çështjen e zgjidhjes së presidentit të Kosovës në një provë të funksionimit institucional. Pas 27 vitesh identifikimi, sot është bërë ceremonia e varrimit të Myrteza Dylhasit, i cili u varros në kompleksin memorial në Çabrat, ndërsa homazhet për të u zhvilluar në Pallatin e Kulturës Asim Vokshi. Mbetjet mortore të Myrteza Dylhasit nga Çakova, i rrëmbyer më 27 mars 1999 gjatë luftës në Kosovë, u identifikuan nga Instituti i Mjekësisë Ligjore të Kosovës. Ky varr ishte i hapur për më shumë se 2 dekada. Sot ajo mbosh me eshtrat e martirit Myrteza Dylhasi nga Xhakova. Pas 26 vitesh pritjeje dhe dhimbjeje për familjen, mbetjet mortore të tij u gjetën dhe u identifikuan nga Instituti i Mjekësisë Ligjore të Kosovës. Myrteza Dylhasi ishte rrëmbyer me 27 mars 1999 nga forcat serbe në Xhakov, nga shtëpia e Halim Çerkezit së bashku me baban e tij Skënder Dylhasi dhe disa civil të tjerë, që nga ajo ditë nuk dijej për fatin e tij deri në identifikimin e fundit të mbetjeve mortore. Sot në Pallatin e Kulturës Asim Vokshi u mbajtën humazhe, ndërsa më pas ai u varros në kompleksin memorial në Çabrat, duke marrë më në fund prehjen e fundit në vendlindje. Udhëheqësi i Komisionit për persona të zhdukur kushtrim gara tregoi se mbetjet mortore ishin gjetur vite më parë pranë lumit Drini i Bardh. Pas më shumë se 2 dekada shpritjeje dhe pasigurie, familja Dylhasi më në fund i dha lamtëmirën e fundit Myrteza Dylhasit. Për këtë dhimbje të madhe, kohë më parë nëna e tij pati rrëfyer për jetimin e saj si nën. Për nona, a ka gjo marron, si thojnë mi prit eshnat e djalit marrë. A ka gjo marron. Gjës natën, riqut, ato net, edhe për di që qona një parlot parshu nuk e lo. Identifikimi i mbetjeve mortore i jep fund një pritjeje të gjatë për familjen, por njëkohësisht rikujton edhe dhimbjen e shumë familjarëve që ende presin të mësojnë fatin e të dashurve të tyre të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Çmimet e naftës po përjetojnë një rritje të ndjeshme dhe kjo është e lidhur ngushtë me zhvillimet gjeopolitike në lindjen e mesme. Kryetari i shoqatës së naftëtarëve të Kosovës, Fadil Berjani, thekson se situata aktuale po ndikon drejt për drejt në tregjet e naftës, duke shkaktuar shqetësim për konsumatorët. Gjatë ditëve të fundit është vërejtur rritje e ndjeshme e çmimeve të derivateve në shumë vende të botës, për shkak të zhvillimeve gjeopolitike në lindjen e mesme. Në një prononcim virtual për mediumin ton, kryetari i shoqatës së naftëtarëve të Kosovës, Fadil Berjani, u shpreh se çmimi i derivateve me të cilët shërbehen qytetarët në Kosovë është ndër më të ultit në region dhe se kjo që po ndodh është një krizë globale. Çmimi i derivateve të naftës në Kosovë është një ndër shtetet më të lira në region që qytetarë shërbehen. Këtu dihet se çmimet sa
janë duke u rritur shkaku i luftës në Iran. Dihet që ngushtica Hormuzit e furnizon 25% krejt botën, tash aty kalojnë jo ma tepër se 4-5 autobotat maj. Kështu që kjo është krizë globale, nuk o krizë vetëm në Kosovë, çmimet janë normal si duhet me konë, dhe besoj që të gjithë tregtarët janë duke i respektuar çmimet sa ma tulta me qenë për qytetarin tonë. Rritja që po ndodh çdo ditë në berzën ndërkombëtare është për $100 që i bie diku 10 cent në ditë, u shpreh Berjani, duke shtuar se nuk beson që ky fenomen do të zgjas, sepse në të kundërtën do të ishte një katastrofë globale. Kemi rritje çdo ditë në berzë ka $100 për ton, që i bjen në ditë ka 10 cent është duke hyrë për çmimit, duke lëviz çmimin në berzë. Dhe besoj që nuk zgjat shumë, bëhet një marrëveshje se përndryshe do të jetë katastrofë në tërë globin. I pyetur për ligjin për çmimin tavan të produkteve të naftës, Berjani u shpreh se është vendimi i gabuar në kohën e gabuar, nga se frika qëndron se sa do të ketë derivate të mjaftueshme nëse situata përkeqësohet. Ai vendim është i gabuar në kohën e gabume, nuk ka koha situatat të kërkohet çmim, po o qëllimi sa do të ketë derivate, kjo është problemi i madh. Se ta nënshkruash një vendim ku marja e fitimit nuk është as 12 cent, se sot për shembull për marr çmimi me blen një import është €1.45 1 litër dizel. Para mendo ti po qet vendim, është ka bo shumë gabim ministresha dhe ai vendim as që ka erë të bizneseve ky vendim. Pse? Nuk e këshyr kërkush atë vendim se na s'kem shansa me fitu 12 cent. Pse është tregu i egër, në derivate ka pak në treg. Tregjet botnore më të folë, se Kosovë akoma është situata mirë. Ndërkaq që ekipi ynë ka qëndruar gjatë ditës në teren, ku është parë se çmimi i naftos në disa pika të karburanteve varion nga €1.39 më i ulti deri në €1.49 më i larti, ndërka çmimi i benzinës më i ulti €1.28, ndërka që më i larti €1.31. Mbetemi te tema e njëjtë. Sot është dita e 5 me radhë që në vendin ton ka filluar rritja e çmimit të derivateve dhe po vërehen ndryshime të mëdha në çmimet e derivateve të naftës, të cilat dallojnë nga një pikë karburanti në tjetrën. Gjatë lëvizjes në teren, ekipi ynë ka regjistruar sërish çmime të reja në pikat e derivateve në Gjakov. Sot është dita e 5 me radhë që në vendin ton ka filluar rritja e çmimit të derivateve dhe po vrehen ndryshime të mëdha në çmimet e derivateve të naftës, të cilat dallojnë nga një pikë e karburantit në tjetrën. Gjatë lëvizjes në teren, ekipi ynë ka regjistruar sërish çmime të reja në pikat e derivateve në Gjakov. Çmimi i benzinës aktualisht sillet nga €1.28 deri në €1.31 për litër, ndërsa nafta nga €1.39 deri në €1.49 për litër. Dallimet e çmimeve nga një pikë derivatesh në tjetrën po vazhdojnë të jenë të dukshme, ndërsa qytetarët thonë se këto ndryshime po ndikojnë drejt për drejt në shpenzimet e tyre të përditshme. Përveç qytetarëve, edhe bizneset po përballen me kosto më të larta të transportit dhe furnizimit. Në Galerinë e Arteve në Gjakov, veteranët e arsimit të shoqatës 7 Marsi kanë mbajtur një takim të përbashkët ku kanë diskutuar për kontributin e pakontestueshëm të të gjithë atyre personave që ndër vite kanë edukuar e arsimuar gjenerata të shumta nxënësish. Sot në Galerinë e Arteve në Gjakov, në shënim të ditës së mësuesit 7 Marsi, shoqata e veteranëve të arsimit në Gjakov 7 Marsi kanë mbajtur akademi përkujtimore të mësuesve në përvjetorin e tyre të lindjes, si dhe është hapur ekspozita Shkolla Shqipe ndër vite. Profesori Feti Tashi,
Në fjalën e tij, u shpreh se sot përkujtohen ngjarje të rëndësishme të arsimit shqiptar e guximi i brezave ndër vite, duke filluar me hapjen e mësonjtores shqipe, e cila qëndronte te kështjellë dijes ku fëmijët mësonin shqip. Sot, në ditën e 7 marsit, ne përkujtojmë një ngjarje që ka shënuar thellë historinë e arsimit shqiptar dhe përkujtojmë guximin e brezave të parë që luftuan për të ruajtur gjuhën dhe identitetin tonë kombëtar. Në 7 mars 1887 u hapën dyert e mësojtorës së parë shqipe në Korçë, një institucion që shënoi fillimin e një epoke të re dhe edukimin dhe dijen kombëtare të shqiptarëve. Kjo shkollë nuk ishte thjesht një vend ku mësohej të lexosh dhe shkruash. Ajo ishte një vend ku lindën ëndrat e një kombi të tërë për dijen, liri dhe ruajtjen e identitetit të tij. Në një kohë kur komuniteti shqiptar përballeshin me presione të ndryshme që kërcënonin gjuhën dhe kulturën e tyre, mësojtorja u bë një kështjellë dijes, një vend ku fëmijët mund të mësonin shqip dhe të ndiheshin krenar për rrënjët e tyre. I pranishëm në akademi ishte edhe drejtori i Drejtorisë Komunale të Arsimit në Gjakov, Hysen Brahimaj, i cili tha se në këtë ditë të veçantë vlerësohet kontributi që mori mësuesit dhe sakrifica e përhershme. Sot jemi në prag të datës 7 mars, ditës e mësuesit. Jemi mbledhur për të nderuar misionin e shenjtë të mësuesit dhe kontributin e çmuar të atyre që përshtuan jetën e arsimit, duke edukuar brezat në radhë. Në emër të Drejtorisë së Arsimit në Gjakov, shpreh mirënjohjen me të thellë për të gjithë mësuesit që në përkushtim të sakrificë mbajtën gjallë në dritë ndër vite arsimi. Drejtoresha për kulturën e sporta Dea Roka, në fjalën e saj, u shpreh se të gjithë bashkohësit e situatave të vështira të arsimit sot shërbejnë si udhërrëfyes për brezat e rinj. Për të gjithë ju që jeni bashkohës të situatave më të vështira sa i përket arsimit, sot na shërbeni neve të rinjve si udhërrëfyes për të na treguar se sa është e rëndësishme dija, e cila thën të gjitha kufijnë dhe hap të gjitha portat. Pavarësisht zhvillimeve të ndryshme teknologjike, ne e kuptojmë se sa rëndësishme është libri dhe sa i pazamentshëm. Kështu që falënderimi është për gjithë ata të cilët ne sot i përkujtojmë dhe gjithë të gjallët që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për diturinë, për shkollën dhe për gjeneratat e reja në vazhdim. Ndërkaq veterani i arsimit profesor Miftar Shala prezantoi ekspozitën duke vënë theks se të gjitha fotot flasin në mënyrë të qartë për ecurinë e arsimit ndër vite, si dhe hapat e parë të arsimit në Gjakov. Ne kemi bërë përpjekje që përmes kësaj ekspozite t'ju paraqesim një histori të tërë në cilat fotot flasin në të veçantë. Kështu, në këtë ekspozitë janë të ekspozuar një 7 tablo. Arsimi fillor dhe arsimi shqip në gjuhën shqipe në Gjakov është evidenca e parë është në vitin 1903 nga Angel Docaj, i cili ka hapë 4 rende. Në vitin 1909 hapet shkolla e parë shqipe, por ajo publike është në vitin 1915. Në hapjen e ekspozitës ishin të pranishëm intelektual të shumt, profesor, akter institucional e nxënës, ku mesjera tha se shpresojnë që fëmijët shqiptar të ndriçohen nga drita e dijes dhe të mbizotrojë përherë krenaria për identitetin kombëtar. Intelektuali Malush Tullumi ka promovuar sot monografin Themelimi i Universitetit të Gjakovës, kontributi i shoqatës së intelektualve Jakova. Kjo monografi kushtohet plejadës së intelektualve, të cilët në mënyrë vizionare inicuan nismat për zhvillim kombëtar. Intelektuali Malush Tullumi ka promovuar sot monografin Themelimi i Universitetit të Gjakovës, kontributi shoqatës së intelektualve Jakova. Kjo monografi i kushtohet plejadës së intelektualve të cilët në mënyrë vizionare inicuan nismat për zhvillim kombëtar dhe për themelimin e universitetit publik në Gjakov. Monografia në fjalë paraqet dëshmi historike të kontributit shumëvjeçar të intelektualve të çmuar dhe të bashkëpunimit të shoqatës së intelektualve Jakova në përpjekje të përbashkëta për të pasur një universitet publik në Gjakov. Monografia në fjalë është një dëshmi historike e kontributit shumëvjeçar të intelektualëve të shquar dhe njëhiri bashkëthemelues të shoqatës së intelektualve Jakova. Përpjekjet e përbashkëta
për të pasur një universitet publik në Gjakov, dhe fakti që universiteti ynë bart emrin e akademikut profesor Temjangoni, një personalitet që i kushtoi një jetë të tërë dijes, paqes dhe çështjes kombëtare, na obligon të gjithë ne që me përkushtim të punojmë porishëm në zhvillimin dhe avancimin e mëtejshëm. Sipas rektorit të Universitetit të Gjakovës, Femjagani, profesor doktor Idrilan Bunjaku, gjatë 13 viteve të funksionimit, Universiteti është shndruar në një qendër të rëndësishme të dijes dhe të punës kërkimore shkencore, duke nxjerrë profesionistët në fusha të ndryshme si edukimi, mjekësia, filologjia dhe shkencat sociale. Gjatë këtyre 13 vite, universiteti ka qenë tempulli i dijes, i punës hulumtuese shkencore, vendi i përgatitjes së shumë profesionistë në fushën e edukimit, fushën e mjekësisë, filologjisë dhe shkencave sociale. Duke pasur parasysh që kemi hyrë në dekadën e dytë të universitetit, pra në dekadën e zhvillimit të hapshëm të teknologjisë, po punojmë fuqishëm në ngritjen e cilësisë duke ofruar programe çdo herë më tepër në harmoni me kërkesat e tregut të punës. Ndërkaq, kryetari i Shoqatës së Intelektualëve Jakova, Rushdi Sefa, tha se ky aktivitet nuk është vetëm promovim i një monografie, por edhe ndërim për një përpjekje të përbashkët dhe një vizion qytetar që tashmë i takon historisë institucionale. Nuk jemi mbledhur thjesht për të promovuar një monografi. Jemi këtu për të ndëruar një përpjekje të përbashkët, një vizion qytetar dhe një kapitull që i takon historisë sonë institucionale. Përshëndes me respekt të veçantë autorin Magjistër Manush Tullumi, i cili me përkushtim e këmbgulje ka dokumentuar një rrugtim që meritonte të mos mbetej vetëm në kujtesën gojore. Autori i monografisë, Manush Tullumi, në fjalën e tij duke përshkruar pjesë të shkurtër nga monografia, u shpreh se qëllimi aso kohe ishte të ndërtohej një institucion i dijes që do të lidhte arsimin në Kosovë, Shqipëri e Maltëzi. Nuk ishte qëllimi të themeloj një universitet vetëm sa me do dhe një universitet ma tepër. Qëllimi ishte shumë vizionar, ishte shumë fisnik. Të krijohet një institucion i dijes, i tërkëndshëm gjatë Kosovë, Shqipëri e Maltëzi, ku do t'i vejë në shërbim të kombit. Mes tjerash, në promovim u theksua se themelimi i Universitetit të Gjakovës ishte rezultati një përkushtimi dhe bashkëpunimi të gjatë të intelektualëve dhe institucioneve, me synimin për të forcuar arsimin e lartë në këtë qytet. Pas disa vite shpunë në shërbim të pacientëve në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov, është pensionuar sot specialistja e mjekësisë familjare, doktoresha Shukrie Pruthi. Në një takim mes kolegëve, u zgjodhen fjalët më të mira për kontributin dhe kolegialitetin që doktoresha pati gjatë gjithë kohës në këtë mjedis shëndetësor. Ndërsa vetë ajo, derisa po përshëndeset të pranishmit, mes emocionesh falenderoi kolegët për mundësinë e bashkëpunimit. Pas shumë vite shpunë në shërbim të pacientëve në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov, sot është pensionuar doktoresha Shukrie Pruthi. Në një takim të organizuar nga kolegët e saj, u vlerësua kontributi dhe përkushtimi që doktoresha Pruthi ka dhënë ndër vite në shërbim të pacientëve dhe në bashkëpunim me stafin shëndetësor. Drejtori i QKMF-s në Gjakov, Arben Koshi, foli për punën dhe profesionalizmin e saj gjatë gjithë viteve të shërbimit. Kur një kapitull mbyllet, fillon një kapitull tjetër. Para punës më duhet të mirëru ditëlindjen, gjatë të vjeçore, shpresojmë të arrish sa më shumë, më shëndet së pari me familjen, me të gjithë. Kur flas për kapitullin, është fjalat e kapitulli 2 i jetës, cilën doktoresha Shukrie e ka bërë në institucionin tonë. Sipas dhënave nxjerra është diku 24 vite që shërben në institucionin tonë, ku gjatë këtyre 24 viteve gjithmonë kemi pas një doktoreshe cila ka qenë e përkushtuar për punën, e rregullt, kolegiale me të gjitha atributet e mira të një mjeku, cilat mujim mi përshkruaj. Fjalë mirënjohje për doktoreshën Pruthi pati edhe kolegja saj,
doktoresha Violeta Zerzathaqi, e cila vlerësoi bashkëpunimin dhe përkushtimin e saj në punë. Shpresojmë se të gjithë kemi me qenë në rrugën të cilën e arriti doktoresha Shukria me arrit edhe të gjithë ne. Mirë po, shpresojmë të kemi gjithë fatin qështu, në mënyrë kolektive ta festojmë këtë ditë të çmuar. Mes emocionesh dhe kujtimesh nga vitet e punës, fjalë rasti pati edhe doktoresha Femia Jaka, e cila kujtoi momentet më të bukura të bashkëpunimit me doktoreshën Pruthi. Na arrit bashkë me një mahall. I kemi edhe ditë të feminisë. Po, kena kalu një kohë shumë gjatë. Shumë gjatë kena kalu bashkë. Tash kam i thonë doktoreshës, nale orën, nuk kemi marrë më në punë, nuk kemi po më doktoreshën Violetë, që ka o tonë u banove së banove, ose doktoreshën Femije, jo shka këto, jo shka me. Unë të turoj shëndet, edhe i shala na bashkan gjitemi shpesh, kështu si shëndet e jo. Ndërsa vetë doktoresha Shukrie Pruthi, duke përshëndetur të pranishmit, falënderoi kolegët për bashkëpunimin dhe mbështetjen gjatë gjithë viteve të punës. Gjatë kësaj periudhe kemi pas sakrifica të ndryshme, mirë po jemi ballafaqur të pas raporte të mira kolegiale, staf të mrekullueshëm, edhe kudo që kom punu, kom pas stafin mrekullueshëm. Kur i kishte të gjitha këto, patjetër që duhet të arrihet edhe suksesi. Për ne është e shejtë e pacienti. Kur kemi bashkëpunim në mërzvjeti kolegialitet, raporte të mira, staf të mrekullueshëm, patjetër që duhet të arrihet edhe suksesi të pacienti. Është kënaqësi kur pacienti del i merr këshillat, i merr trajtimin edhe shërbimet, kur të falendron edhe vjen përsëri edhe një herë të falendron. Kjo për ne është e shejtë. Në shenjë mirënjohje për kontributin dhe për kushtimin e saj ndër vite, doktoresha Shukrie Pruthi u nderua edhe me një mirënjohje. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titull kryesor të këtij edicioni. Osmani dekreton shpërbërjen e kuvendit. Politologu Koci thotë se ishte veprim i ngutshëm nga ana e presidentes. Varoset pas 27 vitesh martiri Myrteza Dylhasi. Veteranët e arsimit mbajnë aktivitet në vigjilje të ditës së mësuesit. Këtu merr fund ky edicion shëndror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndihni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Miropafshim.